أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد. Falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, kurse salavatet e lusëm Allahun Azza wa Jall të dërgoj Rasulit alayhi salam. Vllazni, tema sot ka të bëjë me ëndrat. Edhe qëllimi jam pe fillimit nuk është që na me kuptu diçka pe ëndrave. Qëllimi jam është që Allah na falt për këtë fjalë që po them tashti, me I nxjerr ëndrat pe çasajna që njerëzit I kanë gjuh poshtë, edhe me I qit në tavolinë, edhe me u kallëzu njerëzve që ëndrat nuk janë për me gjuh poshtë. Nëse fleti sot me njerëzit, është një diçka që njihet si gjuha e gjendjes, domethënë nuk thu kur shembull, po ta marrësh një njeri që është fukare, s'ka me hangër, realisht është që s'ka me hangër, s'ka diçka të veçantë në shtëpinë e tina, ai nuk thot hiç që është fukara. Mirë, po ti pe gjendjes tina e shes që është gjendja e tina të kallëzon që është fukara. Njerëzit ndoshta nuk thojnë që ëndra nuk është kur gjë. Gjuha e gjendjes, thoshti, nëse kuptove, kallëzon që njerëzit nuk e llogaritin ëndrën për kur gjë. Domthonë ëndra nuk llogaritet pe njerëzve sot as edhe sa në ran. Domethënë, mi kallëzu një tykojna në ran, nashta ta vënon menjën pak. Ama me thonë po ta kallëzoj një ëndër, e ka hala ma shtirë me ngu se sa e u dhe bla mi kallëzu në ran. E kuptove ku është ëndra. Domethënë e kena gjuhë në sport bërllogit, edhe nuk interesohemi për ëndrën, as që ka ëndra vlerë hiç sot për neve. E kjo është qëllimi jam sonte, që me nxjerr ëndrën pe kësaj pozite dhe me qit në tavolinë dhe me kuptu na që ëndra është diçka që ja vlen më këshyr, edhe jashtëzakonisht më rëndësi, ja vlen më këshyr, ja vlen më mësu, ja vlen më lezu, qysh edhe kimo befasu kur të nisht ashti. Po besoj që është e qartë pe fillimit çka po du pe ëndrës. Domethënë, po du që njerëzit me kuptu që ëndra është jashtëzakonisht më rëndësi. Pse më rëndësi, vllazni, se mu po marr mendja që është më rëndësi kur. Ajo pse më marr mendja mua që është më rëndësi jo, vllazni, pse libri edhe muslimanët e din kur tham kështu libri, cilën libri unë kam menoj. Libri el-kitab, që pleshti kanë thënë kitab, el-kitab, el-Quran, kallëzon që ëndra është jashtëzakonisht më rëndësi. Është një sure, emri I surës është sure Yusuf, e keni një shumë shpesh, alayhi salam. Është namën të Rasulit, alayhi salam, Yusuf. Interesant është në fillim surës, atë është pe këtu kemi kuptu që ëndra është jashtëzakonisht më rëndësi. Në fillim surës thot Allahu Azza wa Jall, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Na I ka thonë Allahu Azza wa Jall Muhammedit alayhi salam, na po ta kallëzojmë ty historinë më të mirë. Historia më e mirë që është sura Yusuf, historia më e mirë që ka mundësi me kanë. Historia më e mirë nga vllazni. Honor. Spjegumen ta. Muslimanët hala nuk I vënojnë veshin ëndrës. S'lodhen për honor. Sura Yusuf në fillim sajna vllazni, ka thonë Yusuf alayhi salam, inni ra'aytu honor. Unë kom pa 11 kawkaba, 11 planete, wa shams, e diellin, wal qamar, edhe hanën. Ra'aytuhum li sajidin. Këtë këto 11 planete, edhe diellin edhe hanën I kom pa të mba sejdë mua. Honor. I ka thonë Jaqub alayhi salam, baba e tina. Ka thonë la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Mos ja u kallëzo ëndrën tënde vllaznive tu, se në bazë sajna ose pe kësajna që kuptojnë ata, pe kësaj ëndrës kanë me të thurë kur thanë. Inna shaytan lil insan aduwwun mubin. Shejtani për insanin është armik I qartë. Çka kuptove? Shejtani për insanin mos ja u kallëzon, mos ja u kallëzo ëndrën. Pse? Se shejtani për insanin është armik I qartë. Çka kuptove? Kuptove
që shejtani për insanin është armik I qartë, edhe nuk don me pa anërën mesin e muslimanëve. Anërën shejtani don me zhduk. Anërën don me zhduk. Nuk jam të fol për këtë ëndrrën që I thonë këta trit është me ëndru, domethënë me menu që ka marrë kohë mirë, nuk jam të fol për këtë vllazni, të kuptome. Jam të fol për anërën që është njëri kur është flajtën, për çata jam të fol. Nuk jam të fol në për atë. Jam të fol për anërën, tamam anërën që është në gjumë. Shejtani urrejn këta vllazni. Mos I kallzo vllaznive tu anërën, se shejtani është armik I qartë. Domthon shejtani vëllai piksana e kupton që shejtani munohet me zhduk anërën mesin e muslimanëve. Edhe ka zhduk, edhe shejtani e ka gju, pasht. Edhe na I kena animu edhe kena hub anërën krejt. Si shkurtë musliman, me hidi kush me një ven, me një mejlis, me një od bura, edhe me thonë, unë e kum pa një anër, kur kush nuk javë në menjen. A musliman të meqëm, do të mjavnu menjen shumë. Ma shumë se sa me thonë aj, unë e menaj, do të mjavnu menjen kur thotë unë e kum pa anër. Kur thotë unë e menaj, ka mundësi me gabu. Kur thotë unë e kum pa anër, ka mundësi me kanë shumë ma larë se sa mendimi tina. Shumë ma larë, ka mundësi me kanë. Nuk do me thonë që është gjithë. Ka mundësi me kanë shumë ma larë se mendimi tina dhe jam edhe I këtë neve. Kjo është anëra. La taqsus inni ra'aytu 11 kawkab. E kum pa anër 11 planete, wa shamsa wal qamar. Anëra e parë, anëra e dytë në surën Yusuf. Do të thonë ata dy që hi me Yusuf alayhi salam në borg. Njëri prej tyre ka thonë inni arani a'siru khamra. Unë pesha vetën pesha anër që po shtrydhi rushin edhe për baj raki. Po dihet, kjo është në kohë të Yusuf alayhi salam, edhe këtë që ka pa anër, kësu kanë musliman, heq. Këtë që ka pa këtë anër, nuk u kanë musliman. Dhe më thënë, njëri për tyne, e ka pa vetën u kanë borg, vllazni. U kanë kë, për me kanë e qartë për musliman. Këtë që ka pa këtë anër, kë u kanë shërptor I mretit, I Firaunit. Edhe u hinë borg. Edhe ka pa anër që po shtrydh rush, edhe po prodhon raki, do më thonë. Kur ja ka komentu Yusuf a.s. I ka thonë ti ki me dalë për I burgit, edhe ki mu këthy apet në pozitën tane që je kanë të Firaunit, do më thonë ki me I bo hizmet mretit. Apet. Për anrës ja ka komentu që ki me dalë apet për I burgit. Tjetëri, këllë dhe që anrë ka po, inni arani ahmilu fauqa ra'si khubzen, ta'kulu tajru min. Unë pesha vetën se nanër, do më thonë, pesha vetën që po e barti një buk për mi krye. Ta'kulu tajru min, po hanë shpes për tina, për kësoj buke. I ka thonë Yusuf a.s. kur ja ka komentu, I ka thonë, ty kanë me dvjerë, kanë me dënu me vdekje, me dvjerje, militar. Edhe kanë me hangar shpes për teje. Përshë ku është anra musliman, të manë anra historia me e mirë, surën Yusuf, anër. Firauni ka thonë inni ara sab'a baqarat. Unë po isha anër 7 lop shnosha, edhe 7 lop zajftat, në halshme. Të një ka komentu Yusuf a.s. I ka thonë, kë Firauni ka pa anër, vllazni ka pa 7 lop të majme të shnosha, edhe ndalë 7 lop të holla, zajfta, I kanë hangër këto lop të shnosha. Të një ka komentu Yusuf a.s. I ka thonë, kanë me ardhë 7 vjetë. Ku këna folë për lopën, në këna përmanë këtë histori. 7 lopë, I ka pa anër. I ka thonë 7 vjetë kanë me ardhë, shnosha. E të mëhandë bereqeqme. Kanë me ardhë masanina 7 vjetë të pa bereqeqme, 7 lopë të holla. Edhe kanë me hangër këto trashat. Të mëhandë këto vjetë që kanë qitë bereqet. Dhe më thonë, kanë me ardhë 7 vjetë që ka me pas bereqet balë. Edhe kanë me mledh njerëzit për ushqimit. Kanë me ardhë masanina 7 vjetë të pa bereqetshme, do më s'ka me qitë toka bereqet, edhe ka me hangër bereqeti që u mledh, ushqimit që u mledh 7 vjetë në këtë kohën kur ka pas bereqet. Tema jonë është anër, o musliman, anër. Do më Firauni me anër e ka dënu Musën, bitë Izraelit, edhe Musa a.s. një apityne me anër. Do më anërat e musliman të vlanë nuk u zënë mu qitë pashtë. Rasuli a.s. kër e ka falë namazën e sabat,
u kthye dhe ka vetë muslimant, a ka pa në njëri pe anër, a ka pa në njëri pe juve anër. Domthon ose shumë herë kur Rasuli alayhis salam i ka u kthy ka muslimant, masi ka fal namazin sabat, ka vetë a ka pa në njëri pe juve anër. Kjo është për asana që Rasuli alayhis salam e ka ditë që anëra në dinën e Allahut azza wa jall është jashtëzakonisht me rëndësi. Duhet me ditë musliman që fillimi i shpalljes të Muhamedit alayhis salam, domethënë para se me zbrit Kurani, fillimi i shpalljes u kanë anërat që i kanë dalë Rasulit alayhis salam një me një që shtojnë populli. Edhe para se me kallëzu një hadith e keni pa musliman edhe sa njëri është që anëra bëhet sebeb për më përmirësu. Nëse këshirni të është për njerëzve që bëhen musliman, që konvertohen, që po thëmë ato që hinë për fejve tjera në islam, shumë për tyne ishe që plot për tyne ishe që anëra u kanë sebeb. Domthon e ka pa një anër edhe u bë sebeb anëra tina me hinë islam. Anëra jashtëzakonisht është me rëndësi të musliman, domthon nuk guxon më qit poshtë për muslimanëve në sport, domethënë qëllimi jam është edhe një herë po them që sot kur të folin musliman për anërën, mos me kujtu musliman që anëra është rahan, bila as rahan ja. Rahanën na pet tangohen njerëzit sot, anërën stangon kurkush. Edhe ne po them, pe mundësive të vetme që ti me pa Rasulullah alayhi salam në këtë dunja është anëra. Mundësia kjo mjafton për musliman të mëshëm. Domethënë një musliman i cili din me menu, me thon atina mundësia vetme që ti ki mundësi me pa Rasulullah alayhi salam në këtë dunja është anëra. Pe këtuet aja nisë dhe këshyra anërën ma nëryshe, nuk e gjun pasht anërën që këna gju pasht në musliman ditën e sotit. Ngoni hadith për Rasulullah alayhi salam, ka thonë Rasulullah alayhi salam, ka thonë ru'ya salihah, anëra e mirë, është gjuzën min 46 gjuzën min e nubuwe. Anëra e mirë është një pej 47 pjesëve nubuwe. Të është po i thamë në të është të asone që shpallë Allahu azza wa jall, pe asone që vjen pe Allahu subhanahu wa ta'ala, frymëzon që thojnë ta, ose që kishë me thonë, ta që kanë qef me folë në gjuhën shqipe. Do me thonë, aso që ka shpallë Allahu azza wa jall, në anëra është një pe 47 pjesëve të sajna. Do me thonë, anëra e mirë është pe Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ka kallëzu Muhamedi alayhis salam që para ditëve të kiametit muslimant kanë me pa anëra dhe kanë me dalë anërat një me një. Muslimant para ditëve të kiametit kanë me pa anëra dhe kanë me dalë anërat një me një që shi kanë pa. Këtë me këta, po besoj që u bëhe qartë për muslimant që anëra është me rëndësi, edhe kur thot dikush, unë e kum pa anër, vënoja menën, po edhe në qofë se vetë ti, dikon për antarëve të familjes në sabah, a ka pa dikush anër, ke po hajrë. Edhe në qofë se javënën menën anërës që ka pa, edhe mënohesh me kuptu, ke po hajrë, më nuk e marrë me gjatë kota. Në qofë se ti miresh me ranën, ajo është e kotë, edhe ajo është shërë, ama në qofë se miresh me anërën, ke po hajrë shumë madhë. Edhe muslimant, kjo, edhe njerë po thamë, dhe të është këtë ders veç për qëta. Me kuptu muslimant, edhe këtë ders është për qëta. Fjale rangë, kjo që për thamë, mirë po duhet më thonë, këtë ders është për me nxjerr anërën pej kantës borllogit edhe me qitë në tabelin, me thonë njerëzve anëra nuk është për më gju që ka ko kena gju. Njerëzit ide nuk e ki që njerëzit së të bojnë hesa pa anërën. Edhe din ku është anëra, apo dënë me ditë ku është anëra. Të më anëra është që ka poshtë. Këto në altë është filozofia, në altë është mendimi, në altë në këtë. Anëra edhe pralla janë që ka poshtë. Kënë fondë. Do me thonë, mi thonë, dikuj apo të kalzoj anëra, thotë mësë më kalzoj pralla. Që ka poshtë është anëra? Anëra nuk u zënë me kanë këto. Surën Jusuf, alayhi salam, në surën Jusuf, e përmenë Allahu azza wa jall anër. Ka thonë Jusuf, alayhi salam, i kom pa 11 planete, shems dhe al-qamar, diellin edhe hanën, anër, i kom pa të mërën sejgjde. Ka pa Firaun, i 7 lep trasha, 7 lep tolla. Ata 2-3 që në kanë borg, ka pa njani të bajt buk, anër. Për mi krye, tjetëri ka pa të shtrydh rushin. Këtë të në anëra që ne ka zënë libri Allah subhanahu wa ta'ala dhe ai hadithi që përmenëm për Rasul të alayhis salam që anëra është një për 47 pjesëve të nubuwe, për asana që shpallë Allahu azza wa jall. Domthon kjo është hajr
që muslimanët më marrë me ëndrrën edhe me ditë vlerën e ëndrrës, edhe mos me gju ëndrrën, edhe mos me krahazu pesodit korma ëndrrën me prallën. Korma, ëndra ka pozitë lartë, ëndra është jashtëzakonisht më rëndësi, lutem Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala më na mundësu me pa ëndra të mira, të cilat na rahatojnë zemrat tona. Lutem Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala më na mësu hajrin me ëndrat tona, dhe njëherë po tha mos harron që shumë prej muslimanëve që konvertohen në islam, sebeb i konvertimit tyne është ëndra, e na muslimanët e krahazojmë hala ëndrën me prallën. Aquli qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.